Rikthehemi në studio, miqtë dashur, të flasim pak për këto zhvillime, duket se ka revolt në pallat, nëse mund ta quajmë ose të paktën janë shenjat e para të një revolte. A janë këto prelud i një fundi të hegemonisë së kryeministrit ndaj partisë së tij? Do të mbetet për të diskutuar dhe ta zbulojmë nga të ftuarit tanë. Eldar Detën kam në studio. Mirëmëngjes Eldar. Mirëse. Gjithashtu një njerëz që i ka njohur dhe nga afër. Këta Petrit Vasili është në lidhje video me ne. Zoti Vasili, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Tani ta fillojmë nga Eldar. Para një Eldar, nga që besoj se i shkon për shtatë edhe qasjes tënde semantike dhe filozofike. Çështja është ti mos e hap gojën fare për fare në prezencë time. Respekt për deputetët, mos na fol se jemi deputet. Spiro Pali skepse qepe gojën, mos më bëj të nxjerr jashtë. Janë gjëra që nuk e kishim dëgjuar nga goja e Ramës përballë ushtarëve të vet. Ka një thyrje qoftë edhe leksikore? Në fakt nuk i kishim dëgjuar për herë të parë të dalë në publik, por zërat ai fliste keq e dinim, po që kishin dhe guxim të kundër përgjigjeshin nuk e dinim. Por mendoj që është një operacion PR-i, i nxjerr nga zyra e shtypit për të denigruar disa individ realisht të Partisë Socialiste. Po e arrin atë qëllim? Po, sepse po krijojnë një unitet të konsoliduar rreth njëshit. Okay. Ne kemi akuzuar prej shumë kohësh tashmë për autokraci, sistem autokratik. Sistemi i autokracisë në thelbin e tij ka humbet koncepti i dinitetit të individit. Pra, e ka shpjeguar për mos ta bërë bezdishme për televizionin, e ka bërë shumë bukur Margës Vargas Llosat e Festaciapit. Okay. Ka bërë një shpjegim totalisht ndoshta si të paimagjinueshëm për presidentin e Republikës Dominikane, Turilion, kur fliste se si denigronte mbështetësit e tij dhe bashkëpunëtorët e tij. Sigurisht, ndoshta nuk është në përmasa në një lloj diktature si ajo, por është shumë e ngjashme me konceptin autokratik. Sot të flasësh për sistem demokratik brenda forcës më të madhe qeverisë është diçka krejtësisht absurde. Sepse spari koncepti i njëshit është totalisht piramidal, është forcuar dhe përforcuar gjatë këtyre viteve. Ai shpërndan rolet, ai shpërndan strukturat e partisë, departamentet, i qull dhe i squll sipas orekseve dhe konceptit të tij. Prandaj edhe më herët në studion tënde kam thënë që sistemi është problemi, jo individët. Okay. Në qoftë se do t'i referohemi debatit të mëparshëm, mendoj që arkitekti i tij sistemi është Edi Rama. Çdo goditje që vjen nga drejtësia, që godet nivelet e poshtme, nuk e ndryshon sistemin. Përkundrazi e përforcon atë, e bën më vital, e bën më të pranueshëm sytë e qytetarëve, sepse nga njëra anë krijon iluzionin e një drejtësie funksionale, nga ana tjetër rifreskon qeverinë dhe e bën këtë akoma dhe më jetë gjatë dhe e shërenton opinionin publik. Mbi gjitha këtu kemi një shpopullim të frikshëm, është një genocid shumë i rrezikshëm për vendin. Ndoshta mund të jetë plaga më e madhe historike në 30 vjet. Dhe askush nuk po bën asgjë për ta ndaluar këtë. Sepse sistemi që ka krijuar ky individ nuk bën përfiton nga ky eksod? Po pa diskutim, sepse pikë parë fillon rrëmbimi i pronave. Po të shohësh eksodin që ka ndodhur në jug, në zonat në jug dhe në veri, sidomos në zonat bregdetare ku të rit nuk kenë, revolta nuk ka mundësi kush të bëjë revolt, sepse sistemi mediatik është i kapur, sistemi politik po, pushteti lokal po. Atëherë kush do ta bëjë revoltën këtë lloj shoqërie? Denigron edhe figurat e veta të partisë dhe krijon një lloj uniteti të qelikt rreth figurës së njëshit, dhe vetëm ky është ai që i shpërndan dhe orienton politikat e saj. Atëherë pyetja që shtrohet, ore ku është kjo drejtësi që po reklamohet si shpresë në shoqërinë shqiptare? Kur ky individ vetëm ngrihet lart dhe bëhet akoma dhe më autoritar sa nuk mund ta imagjinoj asnjë mendje shëndosh këtu në Shqipëri. Dhe ky është rreziku më i madh dhe potenciali më i rrezikshëm për shoqërinë që askush nuk po e vën re. E kuptoj. Para se ta bëjmë këtë deduksion, zoti Vasili, në vlerësimin tuaj nga informacionet tuaja apo nga nuhatja, çfarë po ndodh në Partinë Socialiste në këto momente? Jeni dakord me një skenar të bërë në tavolinë apo trazira në pallat? Jo, nuk kam pasur dhe nuk kam as më të vogël iluzion për trazira në pallat. Ai kjo është një dallava politike
e qartë, e cila brenda sigurisht ka dhe një regji të menduar mirë PR. Kuptohet që niveli është i miserabël, është i gjithçka në punët e Edi Ramës. Por kjo tashim deri më i madh që mund t'i bëhet është të themi e të flasim për Parti Socialiste apo për parti. Kjo ka vdekur përfundimisht si koncept në atë bashkësi njerëzit. Ata funksionojnë tashmë me një koncept një tribuje. Kapo tribu është Edi Rama, që rëmben ato të pleçiturat edhe hedh o copa të vogla pushteti e tjera. Arsyeja pse them këtë, sepse ky është një shpërbërje politike totale në pikpamjen e strukturës, është ignoruar në ata kapot mafios që ata që rrin për qark, që shkojnë mafiosëve të shkojnë në kuzin dorë, në këtë dimension janë. Arsyeja, diku do pyes pse ka ndodhur kjo. Kjo ka ndodhur me mekanizëm shumë thjesht. Edi Rama i komprometuar, i ka inkriminuar në punë të veta, i ka përdorur, ky vetë ka marrë përfitimet, këta kanë marrë përsipër komprometimin, ose shtetëror, ose politik, ose moral, dhe praktikisht ata nuk kanë as më të vogël mundësi reagimi. Nuk kanë mundësi reagimi dhe për tyre disa arsye kryesore. Shpari atje nuk ekzistojnë personalitete politike. Edhe këto që ju i quani zonja Fidan apo zoti Fidan, ta janë asgjë fare. Ta janë se i mendit ti. Unë i kam pasqyr ta dikur këpunë shqirë, se cili ka detyrën shqip punë të ramë. Dhe ta ki bëj garë të të shkëqej më mirë që ti ndri. Dhe kjo është ka një qartë, sepse njus media për cilë jo i tha unë, jo i tha ngriu historirat e vulgaritetit, të përhershme të kahershme të Edi Ramës, që ditën që ka vënd këmbën për herë të parë në pushtet që në 29 vjetë për pare, që në vitin e largët 1998, sepse i bie 28 vjetë po i njëti është ky. Dhe ju e shikoni, a ka gjykun dhe njeri që të thotë që dikush nga këta që tashmë ka filluar të përdoret termi krejtësisht pa vend të rebelohen, s'ka rebel para, s'ka gjë para atje. Po të vazhdojmë në këtë arsyetim. Ka në njëri që ka thënë diçka, se cili është programi ku duhet shkojnë. Ku e kanë përplasjen nga pikpamja zgjidhjet e qeverisë, ku i kanë këto? S'ka gjë fare, absolutisht. Presin copë në radhë. Ju shikoni flitet kjo Skënderbesha, që e ka kjo Spiropali. Ishte ne kemi një rast shumë interesant, apo jo, me rastin e kësaj. Ju dini që figura e dytë e shtetit, pra kryetari i kuvendit, Lindita Nikolli, atëherë, u largua as Flavio, as Radi Studio, as njëri tjetër, nuk që dot as arsye. Që është arsye, kapo tribuja e gjeti të kishte konstatuar të pikëlluar këtë Skënderbeshën dhe i dha një post të cilin kjo e bëri aq më së sa që fillua të thoshin ndërmjet dy të zezave, një zez me pakët që e Nikolla, të për kjo dhunoj kuvendin, e shtroi kuvendin i kuptera politike që s'ka ku dhe më pa rregulla pa gjepare me më shumë gardisë të tjera. Pra, për ta përmbledhur përgjigje për të mos vazhduar më gjatë, ta nuk kanë as ide, nuk kanë as një linjë politike, as program dhe as një merak për mirësimin. Ja thjesht e vetëm komentira për të rrëmbyer një copë gjik më të madhe sa e copa politike që ka secili dhe këtu fillon e mbaron e gjitha. Nuk dua fare të qëndroj besoj me kuptim për këtë historinë që vetëm me këto kandidoi Erion Braçës, se këtu humori arrin në nivele pasaj të jashtëzakonshme. Tani, duket se ka një paqartësi të publikut në fakt në raport me Elisa Spiropalin. Një pjesë thonë që është thjesht Elisa që njihnim dikur. Një pjesë thotë që duket se përmban një qëndrim me shumë integritet në një moment të teje delikat. Ju si e shihni figurën e saj në këto momente në raport me Ramën? Sigurisht është ende Mamica, Donika, cilat ishin epitetet e kohës. Po Flavio, po ku është qëndrimi? Flavio, të një pyetje, ku është qëndrimi? Po sigurisht, të ditën që nuk shkoi për të votuar për Ballukun, Jo, ka një problem. Po nuk flet.
ka një problem. Kur mban qëndrim, pra qëndrim logjik, moral, dinitoz, individi, cili do qoftë ai, pikë pari mban anë. Okej. Josef Ramoneda thot njeriu më i rrezikshëm është njeriu që qëndron mes. Në kuptimin ajo në këtë rast Elisa Spiropali është një nga individët që ka lënë të nënkuptoj sipas asaj, duke dhënë sinjale me kot. Nuk shkojmë në kuvend. Jo, ka një problem. Por që ti të mbash qëndrim dinjitos pikë pari duhet të sqarosh pse je kundra. Okej. Ku diferencohesh për shkak mos prezencës tënde. Nuk ka nevojë për shumë arsye për qenë kundra Ballukut, na lut zoti. Ajo duhet ta tregoje, ajo duhet ta flasë gjë sepse të bësh politika është akt i komunikuar. Nuk është akt i nënkuptuar. Politika. Dhe akti dinjitoz është pikërisht kur komunikohet dhe mbrohet me forcë. Okej. Këtë gjë, ajo nuk e ka bërë. Gjithë goditja që i ka ardhur Elisa Spiropalit është mungesa e korrelacionit e lidhjes me gjermanët. Si ministre e jashtme, si ministre e jashtme, ajo nuk krijoi lidhje dhe nuk pati bashkëpunim me ambasadën gjermane këtu, trupin diplomatik, por edhe në Bundestag. Tani ajo u shkarku për të kundërtën. E shmangu, nuk pati komunikim. Ajo u shkarku sepse i ra gjithë Europës, shkoi dhe te Zelenski me tren blinduar, shkoi dhe mballon në Austri për me tregu se është një nivel shumë i lartë, por goditja që kishte Rama dhe që merrte Rama dhe kjo është e pranuar nga gjithë është Berlini. Po pra. Por Spiropali nuk arriti dot me kriju lidhje me Berlin. Nuk arriti ti neutralizoj, pa diskutim, krijoi ura komunikimi. Disa zëra thonë që ishte Spiropali që gjithashtu i ndihmoi në atë proces. Tani kjo procesi i spekulimit. Fakti është që këtu ajo nuk krijoi dot një urë komunikimi me Bundestagun, me Berlinin, me ambasadën gjermane këtu, për të sqaruar dhe për që nuk është narkoshtet e regjit. Do ishte goxhat sukses. Tregoj një lloj mediokriteti. Veshja që tentojnë mediat për të bërë një PR. Më fal. Si mund ta quash mediokritet të pamundurën, se nuk është se ja doli Rama me gjithë talentin e vet dhe me miliardat që ta bindi në një që nuk është narkoshtet. Këto kanë arrit me korruptu ambasador amerikan, nuk po korruptokan një ambasador gjerman. Një ambasador gjerman. Pyetja është kjo. Okej, kjo qëndrimi jot sta gjykoj dot. Po tani realiteti kjo është se sa ka mund. Në PS kjo është mediokritet. Të dështosh në korruptimin e një vendi partner. Këto arritën deri tek agjenti i drejtori i FBI-s. Drejtori i FBI-s, po. Tani a janë fakte këto apo i shpikun? Po, fakte. E ke në dosje. Po. Pra, perceptohet si mediokritet pa aftësi e Spiropalit për të korruptuar këtë njerëz. Politika ka njeh suksesi. Politika e vetmja gjë është që të prodhosh suksesin, ti mund të bësh dhe revolucion, mund të vrasësh dhe njerëz, mjafton që të dalësh i suksesshëm. Politika njeh rezultatin. Unë nuk e kuptoj. Jo, po në gjithë botën ku ka lufta për pushtet është lufta më agresive në botë. Në sistemet shumë të konsoliduara demokratike, në sistemet shumë të konsoliduara demokratike, kemi fut propagandën, kemi fut manipulimin njerëzor, e cila është një perversitet tjetër. Gjëse do ta kesh nga ana perversitet. Prandaj Elisa Spiropali dështoi, është dhe karriera e saj realisht. Është një karrierë e marrë, e shkëputur, nuk ka asnjë lloj. Po të shohësh vetëm kur u bë drejtoresh e doganave, sepse kërkoi CV-n e saj më parë. Mjafti. Zgjen zero, asgjë, po s'quhet ajo tani, mjafti. Çfarë, se i kanë fut drejtuese mjafti për t'i dhënë një rrog. Çfarë ka bër? Ore në profesion, në karrierë, di çfarë profesioni ka ajo. Nëse unë e di se Flavio Çarri është gazetar për shumë vitesh atje, më thuaj çfarë profesioni ka ajo dhe unë ta mbyll. Po pra, nihet si drejtoresh e doganave. Filloi bravo, Erion Veliaj po ashtu. Pra, këto janë njerëz të cilët janë peshkuar dhe janë ngritur në karrierë direkt. Duke mos qenë askushin, në një moment caktuar nuk ja bëjnë punën shefit dhe u larguni qej si korporativiste te njësia 13 ku ka një karrierë të Elisa Spiropali. Nuk ka një karrierë profesionale që të ketë dhe integritet. Jo, flas më pas. Ja, absolutisht, unë mendoj që ajo ka mbyll karrierën e saj politike, sepse ka gabuar rënd, e shoh dhe kjo mënyra se si tenton të kamuflohet dhe ta përdori veten si njëri me dinitet dhe me parim që vetëm dinitet e parim nuk ka, për që vërtet pavarësisht problematikës që ka Partia Socialiste. Në thelb, ajo nuk ka as sqaruar, as nuk ka orientuar dhe as nuk ka reaguar në raport me vendimin që ka. Politika është një akt i ndërtuar mbi atë çfarë komunikohet, mbi të komunikuar, që ne ta kuptojmë se realisht çfarë përfaqëson kjo zonjë. Mesazhet e saj janë mesazhe që ne i konsiderojmë komunikim simbole të turbullta që ngatron kontekstin
kontekstin real me kontekstin e imagjinuar. Pra ti e projekton vetveten siç ke dëshirë ti jesh dhe ja ushet mediave ashtu siç ke dëshirë ti jesh, por pa qenë e tillë. E kuptoj. Kjo është një gjendje skizofrenike. Pa diskutim. Dhe imagjino në komunikim është zhbalancim. Batuta është diku tjetër. Imagjino që të jetë në diskutim Rama dhe dikush tjetër dhe skizofren të konsiderohet ai tjetri është arritje e jashtëzakonshme. Vasili. Tani analiza bjon momentet caktuara ne na shket drejt logjikës, edhe brati me drejt po përdor logjik. Mendoj që kush e njeh mirë atë mjedis, do të kuptoj që këto logjika aty nuk vepron. Jeni të bindur për këtë. Ju dini shumë mirë që Arben Ahmetaj u shkarkua nga detyra. Dhe pastaj kur gjithë pas shkarkimit, ishte punë mbyllur, e ri emëroi domosdoshmë kryeministrin. Dhe ju po të nisi që me një dinjë logjike, kjo nuk do ndodhte. Pra, hajde të kthehemi te kjo Skënderbesha. Tu midis këtyre funksionojnë qofshin inatët e brendshme, por mbi të gjitha prim paranoja e Ramës. Paranoja e Ramës nuk është shumë e nisur nga janë të afta, apo janë të afta ministrat shkojnë që të komprometojnë diçka e t'i bie këty. Rama ka një sistem vertikal në të cilën komunikimet, komprometimet, gjithë bëjgjerat i udhëheq vetë dhe marrëdhëniet nuk i lë në dorë të tjerë. Këtë nuk e ka me të dëgjuar. Dhe në këtë rast, ta persone janë të gjithë minor, por duhet të bëjnë si duhet gazetorin e humoreve të tia. Njëkohësisht, për shkak të atë lidhje brendshme me personat caktuar brenda qeverisë, që kanë të bëjnë me aferat të mëdha financiare, çdo që nuk u pëlqen këtyre, pra që prish këtë sistem aferat financiare, sigurisht që do ta jashtë. Kjo është shumë e qartë. Në lojë ishte raporti me Ballukun, është raport me të thjeshtë midis Ramës dhe ishte të kryeministrit. Por raporti midis Ramës dhe miliardave të buxhetit shtetit. Ishte jashtë nuk ka asgjë. Por në rast se këtyre shumë pëlqen, u duket kokë forte kryeneçe etj. Atëherë thotë e largon. Mund të mos u çuditni që të kalojë 2-3 muaj, të duket që sikur ja kjo ranë ato inato, duke pa që ishte pa dëmshme, ta shikoni prapë. Sikur se keni parë në mënyrë të çuditshme, thash dhe një tjetër. Ne do të pyesim, jam ta marrim këtu në këtë pikë. Që duhet ta përdorë logjike. Po si u bë kryetare të kuvendit kjo? Për çfarë? Dhe për çfarë u shkarkua e tjetra? Të gjithë bile menduan kur shkarkua kjo Nikolla se mos kishte një problem, mos ishte i smurën. Ja ku e ke Nikollën, përsëri deputete etj. Pra, vendi i kryetari i parlamentit është një pozicion goxha më i lartë se ai ministri përkat. Kështu që duke i qëndruar në kësaj logjike, do të shikoni që paranoja, presionet të caktuar që vijnë nga krah të caktuar, gjithë diçka mendojnë jo vetëm nga drejtësia, por vijnë edhe presione nga të tjera krah edhe janë vendit dhe formave tjera, ju do shikoni një ram i cili do bëj veprime akoma më idiotë se tjetër. Sepse edhe komuniteti qeveritar që rrethon, me drejt u tha këtu çështja e CV-ve tyre, po këta nëse betën dynja e vitini. CV e Ramës është një CV qesharake. Unë e kam pagzuar për vitesh një shkollë pakët të njerit. Po tani, po çfarë karriere kishte Erion Vedia? Po çfarë karriere kishte edhe Arsini, kishte Belinda Balluku e tjerë. Kështu që duhet të them, ai ka kontribuja, i ka dëtuar këta, ashtu sikurse jo për personazhin historik, por siç bani mend atë filmin me Sali Prodopapën. Ky merr ato dashur e madh, ato pulat e mëdha, edhe shkuputej kockën e ngjehet të tërë, dhe këta në heshtje e presin. Po ti shikoni me radhë, testi është momentet e votimit të aferave të datë qeverisë. Parlamenti është një testi i qartë. Dhe po ti shikosh i ketë të tërë në rresht. Njëri atje pretendon, e keni dëgjuar, ky njeri që thot do pretendon që do kandidojë pavarur Bashkinë e Tiranës. Po nuk a votuar këta për të mbrojtur Ballukun. Po ky për shkakun nuk veproi, votoi e firmosi prishin e të të tjerë. Këta që bëjnë si parimorë. Këta bëjnë sikur thjesht e vetëm për të rrëmbyer copën. Në moment kur rrëmbejnë copën, qetësohen edhe
thonë, o mret, i thonë ati, atë punë që bëtë edhe Pyropani që tashti, edhe që të kërkojmë shumë arsëtime nga Pyropani, përse nuk është e drejt, me që nëse rati përmëndi së vjetë dhe mirë përi, tashti, një ish kryetar parlamenti, ministre jashtme, që thotë që Don Quixote, një personalitet shqiptare, tani me mendoni që çfarë politike të jashtë mund të bënte. Që mbase ka bërë mirë dhe që ka shkarkuar. Kjo na mbetet që të them. Kështu që ky është niveli, ndërsa për sa i takon histori tjera që përmund të jetë në media. Jo. Damian Gjekluri është i futur në aferat e Kryk. Ai ministri përsërisht ai që organizoi me policë të tjerë rrëfimin e Dirmetës. Do ky nivel ordinari ishte. Po një njerëz larguar nga tatimet për korrupsion të tjerë. Zoti Vasili, nëse më lejoni, duke filluar nga Reldari, duket se për te trazirave në oborrin e brendshëm, edhe trazirat me drejtësinë sikur janë qetësuar për mazhorancën dhe për kryeministrin. Po gjetën një ekuilibër të ri? Dëgjoj, unë ta kam thënë studio nëse mban mend. Ta kam thënë se këto kanë rënë dakord tani me aq çfarë u bë, është bërë një gjetë një mrusi për bashkët. Janë mjaftuar me kaq gjë, megjithatë unë nuk kam asnjë lloj pritshmërie, dikur mendoja që Spaku vërtet është një strukturë që do të sillte ndryshim në shoqëri. Thjesht po godet viktimat. Thjesht viktimat po godet viktimat që prodhon sistemi. Pra viktimizon viktimat që prodhon sistemi. Dhe ky sistem, i cili është ngritur tashmë fuqishëm prej 13 vitesh, dhe kjo është një nga kataklizmat më të mëdha që po i ndodh shtetit shqiptar. Ju shifeni gjitha sektorët e saj. Genocidi është i frikshëm, 138 persona largohen çdo ditë nga Shqipëria, një eksod i heshtur. Nëse të shkosh në periferitë e Shqipërisë nuk do shohësh më djem të ri, vetëm ke pensionistë. Dhe kjo është e tmerrshme situata atje. Ke të gjitha bashkitë që kontrollohen nga mazhoranca socialiste, por edhe pushteti qendror, që do të thotë është një shoqëri totalisht e kapur. E gjitha ekonomia e vendit është shpërqendruar në Tiranë, në kryeqytet. Jetesa ka ikur në kushte të paimagjinueshme. Qëratët e banesave janë totalisht larta për hir të vërtetës, për shkak trafikut të madh drogës që është bërë. Konsiderohemi partnerë ndërkombëtar në shtet narkotrafik, sepse narkotrafiqet ende vazhdojnë në Shqipëri, sepse nuk ka logjik ekonomike që e sheh këtë proporcionalitet mes fuqisë blerëse dhe çmimeve të apartamenteve. Nuk ka logjik, duke pasur GDP-n, duke marrë parasysh GDP-n, sa është rruga mesatare, sa janë të ardhurat për një familje shqiptare, dhe pyetja shtrohet, kush i blen këto apartamente, këto prona në Shqipëri? Do të shohësh ndërtime të mëdha në Bregdeku dhe Jugut, ku janë gjithë investitorë shqiptar, dhe shtrohet pyetja si ka mundësi ka rritur kjo ekonomi nga bizneset shqiptare, ku për hir të vërtetës fuqia e biznesit në Shqipëri janë koncesionet dhe PPP-t. Pra gjithë modeli ekonomik është i kapur dhe është rreth figurës së njëshi. Çfarë do thotë që situata në Shqipëri është bërë totalisht e pajetueshme, sepse arkitekti i këtij sistemi, vetë siç është kryeministri i Shqipërisë, vetëm forcohet. Ku janë ndërkombëtarët në këtë tablo? Pyetja që shtrohet, ku janë ndërkombëtarët? Nëse ndërkombëtarët janë pas drejtësisë, atëherë kjo drejtësi nuk po funksionon. Pyetja që shtrohet, ku janë ndërkombëtarët? Dhe kriza që është prodhuar në Shqipëri është krizë e krijuar nga ndërkombëtarët. Sepse ata bën njërin sy qorr dhe njërin beshurt kur dolli kanibizimi i Shqipërisë në gjithë. U kthy Shqipëria është e paimagjinueshme, Flavio, mënyrën se si janë trajtuar Shqipëria gjithë. Ku janë ndërkombëtarët në raport me sistemin ekonomik që ka prodhuar Shqipëria? E di çfarë do thotë, ku janë ndërkombëtarët me sistemin urbanistik që ka prodhuar Tirana, i cili është një sistem që ka shkatruar jo vetëm demokracinë lokale, por dhe demokracinë e përgjithshme, sepse duke e tërhequr gjithë popullsinë e Shqipërisë në këtu, jo vetëm që e kontrollojnë, por këtu fillon e merr për masa të frikshme edhe sistemi i korrupsionit dhe i narkotrafikut, sepse duke bërë shpërlarje në parave ndërtim. Pra, në këtë kontekst thua që Spaku ishte thjesht një lavazh imazhi. Ku janë ndërkombëtarët? Po, pa diskutim, është një operacion PR-i i cili krijon iluzionin e një drejtësie, por në thelb nuk po funksionon. Jo vetëm nuk po funksionon, por kalcifikon arkitektin e këtij sistemi, dhe këtë duhet ta kuptojnë deputetët e Partisë Demokratike, duhet ta kuptojnë shoqëria shqiptare, duhet ta kuptojnë edhe mediat
që për hir të vërtetës ka shumë që po i mshojnë kësaj gjëje. Në qoftë se një strukturë e cila jo vetëm krijon produkte PR-i, publiciteti, duke rrëmbyer për shembull ish presidentin, ish kryeministrin, që nuk ka logjik njerëzore që e bën rrëmbimin e tij etj. Duke goditur element opozitës, por edhe element të mazhorancës që janë viktimat të këtij sistemi, pa diskutim. Pyetja që shtrohet është ku është sekuestrimi i parave, më zotëri. Drejtësia në vend vjen jo duke burgos individ, por vjen duke bërë sekuestrim të pasurisë që është vendosur nga krimi organizuar dhe nga korrupsioni. Më thoni, më gjeni një statistik sa para janë sekuestruar nga burgosja e Lefter Kokës, Alçi Bllakos, etj. Më gjeni një statistik. Po atëre flitet për drejtësi? Jo. Ta bëjmë më të thjeshtë dhe praktike. Po, kjo është pyetja. A flitet për drejtësi këtu? Dakord, do të krijojmë imazhin që këtu po vepron drejtësia, duke i futur nga 2 vjet në burg, e nga 3 vjet në burg ku marrin nga 5 milion euro. Bëra një status Facebook, thoshin gjithë ishin gatshëm për bërë burg për 5 milion euro. Absolutisht. Dilin dhe vullnetar. Kjo është koncepti i drejtësisë, po sekuestrimi, rikthimi i paras që është marrë me dhunë qytetarëve shqiptar për t'ia kthyer buxhetit shtetit që shkojnë nesër një investime në shkolla, etj, kopshte qerë dhe etj. Vasili, një pyetje që shumica kanë ndërruar të ta bënin, ti për sa lek do bëje 2 vjet burg? Këto pyesni këta që janë kusarë dhe profesionistë e punës. Por të kthehemi tek çështjet. Ne kemi thënë pa u lodhur, jo për retorikë politike, kjo është drejtësi me rreqi. Që ta kuptojnë shqiptarët, që nuk merren me ajo media e cila ka ngrënë atë supën e Edi Ramës, mos prisni që të thotë gjë tjetër. E kemi shumë të thjeshtë. Krahasojmë ja çfarë çështje shënojnë mbi Edi Ramën. Nuk kam pas një durime dhe kam numëruar ja 22 momente i kanë në një postim timin, të cilin e kam ripërsëritur, ku gjërat jasin qartë dhe shikoni proceset ndaj liderëve të opozitës. Ndaj Ilir Metës dhe Sali Berisha. Dosjet, materialet janë duar tuaj dhe keni parë gjëra të turpshme dhe qesharake. E parë. E dyta, kjo drejtësi e cila pranon të funksionojnë mbi standardet antiligjore, antikushtetuese, mafioze, rasti i Ilir-Metës të rrëmbimi me një anë është shumë i qartë, nga ana tjetër urdhë, cila është çështja Ballut. Ta thonë çfarë bën drejtësia, cila është forca e reagimit të saj, që nga shumë e egër rrëmben syt para rrëmbimit e të gjitha të ish presidentit, nga ana tjetër këtu ka 16.000 faqe e materiale pa fund dhe qëndron. E dyta. E treta, kjo drejtësi në të gjitha rastet që vepron, ka marrë përsipër vetë që të bëhet edhe qesharakit edhe po që të mos merret seriozisht. Ju mbani mend, njerëz nga Spaku e tjerë vinin në sallën e parlamentit për të bërë verifikime kur hidhen në fishektiare dhe nuk hetojnë Edi Ramën as për Megonigal, as për Beketin, as për Ekoparkun, as për portin e Durrësit, as për kërcënimin individual të personave, gjithë harrojnë mund të ta përsërisë pa u lodhur, kur kërcënoi oficerin e policisë Emiliano Nuhu, cili u detyrua të ikte në mërgim, e tjerë. Pra, është shumë i qartë që iluzioni me drejtësinë duhet zhdukur. Rruga e opozitës kalon për njeri që kalon, ka vetëm një rrugë sot. Do ishte mirë që shoqëria të ishte shumë mundësira reagimit, por protesta është e vetmja rrugë. Për çfarë arsye? Sepse thash, përballë një tribuje të tillë, s'ka reagim tjetër. Ju për shembull, batutat e Skënderbeshës dhe të tyre ministrave atje në atë teret, çfarë ishin? Ishin për të zhurmuar mbi rritjen brenda 24 orëve të çmimit të karburantit, ku Edi Rama e shtrënguan ata që i përdor edhe si prestanome, pra edhe ku shkarkon paratë nda parat, ngriti karburant 150 lekë. Dori një ministre vërtet debile, që thotë ne nuk bëjmë marrim as për ushqimet e bazë të shportës, pra të cilat e vën mira familje ku vite pjetes, ku mekanizmi ekonomik është edhe thelbi i shpopullimit dhe genocidit që po ndodh në këtë vend, dhe u organizua ky operacion PR që të merresh me këtë gjë. Dakor, mediat që ai i paguan, që han nga ajo supë qenë për tia,
kanë detyrë ta bëjnë. Kurse, a çdo opozitar, çdo deputet, çdo media cila është kritike dhe qeverisë në mënyrë objektive, se nuk po kritikohet qeveria, se po i bjet qaf qeverisë. Zhullumet e pëmat janë pafund e pak. Ndërsa, përsa i takon raportit me ndërkombëtar, ju e dini dhe kemi pas mundësi ta diskutojmë në studion tuaj, u kam shkruar mjaft herë për ta. Edhe takimet që kanë qenë mundësuar vërtet me ta, duhet të jemi shumë të me mendje tjetër top që hallet që ketë shtëpia do të zgjidhesh vetë. Këta kanë ardhur dhe kanë bërë interesat e tyre, janë fajtor shumë të mëdhenj dhe kryesor për shkatërimin e reformës të drejtësisë, sepse kanë qenë poka ndërkombëtare, ju s'keni harruar, që kanë qenë gati ta votonin reformën të drejtësisë atë edhe duke blerë votat deputetëve. Ja i bani mund të çfarë turpesh kanë bërë. Vetëm votimi me 140 vota që u bë fal i sistemit politik të Ilimetës u hoqi me mekanizëm të shtypur. Dhe ju e keni parë që nuk reagojnë për mbrojtjen e korrupsionit hapës mes parlamentit dhe reagojnë për bani më për kërpullën e porcelanit e Tiranës, apo dalin dëgjojnë të shprehen ne dënojmë dhunën edhe pacipësira të tilla. Cili është mësimi që tjeri? Gjithmonë duke reaguar fort me të gjitha fuqitë që kemi, në fundit në Shqipëri ka shqiptar, ekzistojnë, vuajnë, torturohen, dhe mënyra se si mund t'i frymëzosh dhe mund t'i japësh kuraj atyre, praktikisht është aty dhe ekziston, por kryesorja dhe mbi të gjitha është në të veçantë për opozitën është qartësia dhe fokusimi shumë i qartë i prerë në atë që është objektivi themelor. Pa krijuar as iluzione dhe pa u dhënë vlerë gjërave komplet pa vlerë, siç ishte edhe kjo tallavaja politike e fundit, sepse çfarë do priste ju, një parti që e bën fushatën me ta hoksha zemrën, e me tilla, ne dikush shpreson që atje do të ketë qëndrime parimore politike. E qartë qëndrime. Dhe duket se nuk do të vinë këto qëndrime parimore, paktën nuk do të kemi një panoramë me parime. Faleminderit shumë Petrit Vasili, faleminderit shumë Reldar Deda që na kalojmë në shkëputje të Voxel publicitare. Rikthehemi më njëherë pas pak.